Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotërinj. Ritakohemi përsëri së bashku, siç kemi lënë takim çdo të hënë në orën 20:30. Natyrisht, ju para ekranit e ne këtu në studio. Do të përcjellim çfarë ka ndodhur gjatë gjithë kësaj jave. Do thosha që në kryeterës ka qenë një javë e bukur, një javë mirë për Juglindjen, pasi edhe vetë rezultatet kanë qenë të tilla. Do ta fillojmë kështu me futbollin, i cili ka fituar në një transfert me ekipin e Luftëtarit me rezultatin 3-0, por kemi lajm të mirë. Ekipi Pogradecit të femrave ka fituar edhe kupën në ligën Gjergj Kastrioti. Natyrisht ka qenë shumë pranë kësaj lige Skënderbeu në voleyboll për meshkuj, por në vendin e dytë pasi shmundur 3-0 nga ekipi i Partizanit. Për të vazhduar më tej, do të vazhdojmë me atë çka ka dhënë dy ekipet e kategorisë së parë. Kështu kemi dy ekipe si Devolli dhe Maliqi, të cilët kanë dalur dy ekipet pretendente dhe kryesuese, siç është Orikumi edhe Bylisi, por kemi edhe lajme të tjera, zhvillime të ndryshme, të cilat do të diskutojmë këtu në studio pikërisht me panelin, pa të cilin nuk mund të zhvillonim dot emisionin ashtu siç e zhvillojmë gjithmonë. Dhe po fillojmë me prezantimin për të mos ngrënë minutat dhe për të qenë sa më të shpejt për gjithë ju kurioztar që jeni në këto momente para ekranit. Po e filloj prezantimin me Hektor Kaplanin. Hektor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Na ke munguar ca, por gjithsesi erdhe më së fundi. Mungova fizikisht, po gjithmonë ju ndjek. Vjen mirë që ndjek dhe ke ndërhyrjet e veta. Një javë e mirë kjo? Pozitive. Më bëhet qefi me veten time sepse Të kanë dalë parashikime. parashikova. Prandaj erdhe në studio për të thënë që jam parashikova. Po jam, normal. Brenda Sali, Brenda mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duket një Skënderbeu që fiton, por që me shkëlqim? Unë do thoja më mirë se sa ndeshja e kaluar me Kuksin, po ende jo aty ku duhet. Ildi Merolli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Rome. Lajme të shumta gjatë gjithë kësaj periudhe. Natyrisht, do të më japësh edhe nga ato surprizat që kemi në fund të emisionit. Po, më e rëndësishme është kjo këto lajmet për sa i përket rezultateve pozitive të skuadrat të Juglindjes që ju e thatë, po e zbukuron akoma më shumë edhe këto lajmet që jashtë fushave të blerta, pasi edhe ato kanë atë rëndësinë e vetë për sa i Do të përket e diskutojmë këto edhe bashkë me të ftuarit tan, edhe me ata që do të kemi në lidhje të drejtë për drejta. Petrika Mangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Rome. Të kthye Randi Manu, informacion. Dashir për titullaraj bashkë me Ramosin. Tani të presim të shohim, do ta kem mbledhur mendjen, do të kem bërë mirë pushimet, nuk e di si do jetë. Kemi vojtur shumë gjatë kësaj ndeshje, Gjoka të paktën ka thënë ne do të analizojmë, por gjithsesi dua një opinion të shkurtër nga ana jote. Menjëherë pas ndeshjes ka thënë që pjesa e parë shuan pak pasi njëjtën kundërshtarin në mënyrën se si luajti. Është e njëjta, ai që thotë një gjë dhe e presim kundërshtarin, pastaj do studiojmë. E studiojmë, pastaj po na dha mundësia të bëri një gaf kundërshtari e shfrytëzojmë. Pastaj pjesën e dytë të shikojmë si do dal goli, u bë një karambola aty, doli dhe goli dytë. Mos vjen në analizë. Pastaj mbaroi ndeshja 3-0 dhe kështu Skënderbeu mori 3 pikët. Nuk jam absolutisht kundra kësaj. Marrim 3 pikët, vende në fund të këtij kampionati kështu siç e kemi nisur, edhe të rimë edhe ne të qetë të mendojmë pasaj për superiore. Hektor, në këto momente mund të themi që pragmatizmi ka vlerë? Ka shumë vlerë të thosha sepse në këtë fazë të fundit nuk e di dhe sa ka ngellë 8 ndeshje. Ishte java 24. Edhe 9 ndeshje. Jo, atë 33. Më shumë se niveli ndeshjes, më shumë se ai spektakli që kërkojnë tifozët, që kërkojmë ne ose gazetarët, ka vlerë 3 pikëshi. Klasifikimi i fundit është ai që flet. Skënderbeu unë kam thënë edhe në emisionin që ju keni patur dhe në kontakte që kemi patur bashkë, apo edhe në emisionin që me Petrikën edhe me Enea që bënin ditën e njëjtë, mos gaboj. Ke filluar të në thashë them. Po thashë them. Bëm ja dy thashë them. E pa aty kur telefonojnë, profesori ishte telefonat speciale. A telefonat? Telefonat speciale dhe jo vetëm që analizuam, pastaj hym edhe pak tek thashë theme se thelbin e kemi në analizë. Se bën Hektori thashë them. Po bëmë janë dy të vogla tani. Dy të vogla. Okej. Por le të kalojmë tek realiteti. Ildi nuk bën asnjëherë thashë theme. Çfarë ka ndodhur Ildi këtë javë? Të më japësh pak edhe regjia më ndihmon me rezultatet e kësaj jave të 24. Sa i përket rezultateve të javës 24, u pasqyruan këto rezultate: Korabi Kastrioti 1-0, Apolonia Pogradeci 1-2, Lushnja Laçi 1-5, Iliria Kuksi 1-1, Besa Bureli 1-0 dhe Luftëtari Skënderbeu 0-3. Ndërkohë që kalojmë tek klasifikimi, si është renditja pas javës të 24, regjia më ndihmon me tabelën e radhës, ndërkohë që Ildi po, kjo është tabela. Kryeson Skënderbeu me 57 pikë, Laçi në vend të dytë 54, Pogradeci 49, Korabi Kastrioti 33, Iliria 33, Bureli vend të 6, 31, Besa 28, Korabi 28, Apolonia 24,
Lushnja 20 dhe mbyllin tabelën Luftëtari 18 dhe Kuksi 16. E vure re si e nisi Ildi fjalin kryeson Skënderbeu, tha, që me thani Po, u zemra mal. Po Ildi është gazetar, është vendlindje ka korç, si do ta kesh. Po jo, çfarë këtë që thua ti vendlindje ka korç? Gjithë korçe kemi Po vendlindje. mirë, Ildi ka Ildi edhe këto që më shumë. Si tifoz. Si tifoz. Pak me patos. Skënderbeu, tha. Shiko, Hektor, çfarë vën re këtu? Tani, kalojmë pak tek ajo çfarë ne vëmre tek tabela. Të bëm përshtypje diçka pas kësaj jave apo tre ekipet e Kreut, pasi aty do të përqendrohemi, janë ato që kanë të njëjtin marsh, kanë marshën e fituesit. Mendoni se në këto 5-6 javë që janë tani të paktën do të ecin me këtë ritëm dhe më pas përballje direkte do të zgjidhin gjithçka, apo Laçi Skënderbeu shikohet krye ndryshe? Nëse do mendoni që nuk do ecin me këtë ritëm, domethënë do të kenë ndryshim ritmi, është në dëm të tre kryesuesve. Unë do të thosha që vazhdueshmëria e Laçit mos gaboj, ka shumë ndeshje që nuk... Që në korç që nuk humbet. Që nuk humbet. Është shumë domethënse. Pragmatizmi dhe fitoret e Skënderbeut tregojnë që ekipi ka një fizionomi të caktuar. Më vjen mirë dhe për Pogradecin, i cili dje ka pas hapi, po unë jam i mendimit që çdo gjë do ndahet domethënë në ndeshje direkt ndërmjet tyre të treve. Shiko, por brenda nëse do të jetë diferenca, atëherë çfarë do të diskutojmë ne për atë që thotë Hektori do ndahen në ndeshjet e fundit, nëse do të kemi diferencë 6 pikë, 9 pikë, atëherë ç'u kuptim ka? Jo, profesori e ka me aspektin që siç është edhe aktualisht nuk e shikoj Skënderbeun që t'i shkëputet Laçit, paktën me formën e muajve të fundit që ka treguar Laçi. Për dy ekipe që dojnë në Superligë, në Pogradecin po, për mendimin tim për ta çuar në fund të sezonit do duhet që Pogradeci të fitojnë në Laç. Sepse ajo është ndeshje nëse Skënderbeu ka 2 të fundit, Pogradeci me Laçin e kanë pak më herët. Po mirë, megjithatë do të thënë pas 2-3 javësh. Dhe në rast se nuk ka aq shumë pikë të përmbysur nëse do të ecën me këtë trend të gjithë ekipet, domethënë të tre. Po nëse fitojnë të gjitha ndeshjet jashtë normalisht, po që unë besoj do ketë momente ku do barazoj njëra nga ato se edhe mund të mbas në një fushë të caktuar, sepse po ta shikosh renditjen poshtë është ngjeshur shumë. Si për vendin e 6 që Besa dhe Korabi janë aty me Burelin dhe gjithashtu Lushnja dhe Apolonia e shikoj të dyja shumë të rrezikuara pasi kanë një trend shumë negativ rezultatesh dhe Kuksi dhe Luftëtari pavarësisht humbjes së fundit të Luftëtarit i shikoj dy skuadra në këto momente më të motivuara se sa Apolonia dhe Lushnja, kështu që me ndeshjet që do të kenë ato normalisht do të ndikojë edhe tek Kreu, pasi ato do të jenë determinuese, përcaktuese për mendimin tim edhe për distancën në krye. Shiko, unë për të dalë pak më konkretisht nuk do më nderisa të shkojmë të tre ndeshjet e fundit, të treja ekipet unë kam përshtypjen se do gabojnë. Mirë, po është problemi këtu tani që nëse gabojmë ne të parë dhe Laçi dhe Pogradeci i marrin pikët e plota, presioni rritet shumë për ne. Nëse gabojnë një nga këto të dyja dalin komplet nga zona, domethënë s'mund të flasim për një garë treshe, sepse vazhdon shkëputja. Por është problemi këtu që këto do gabojnë dhe kush do gabojë para derisa të vim tek 3 javët e fundit, ajo do ta ketë problemin më të madh. Ildi, të bëri përshtypje në një rezultat surprizë në këtë javë, apo ishim brenda normalitetit? Po, natyrisht surpriza e vetme mund të konsiderohet barazimi i Kuksit në transfer ndaj Liris, pasi Kuksi po tregon nga ndeshja që pavarësisht se është në fund të tabelës, nuk po dorëzohet dhe po e bën garën akoma dhe më rivalizuese dhe duke nisur nga dueli ardhshëm i cili përballën dy ekipet e fundit, Luftëtari dhe Kuksi, do të kemi një pasqyrim akoma më të qartë për sa i përket skuadrës që do të rrezikojnë ndjeshën fundit tabelës, ndërkohë që për ekipet e Kreut edhe kjo javë nuk besoj se do të ketë shumë surpriza, pasi Pogradeci luan në shtëpi ndaj Korabit, Skënderbeu pret Lushnjën, një përballje relativisht të lehtë në letër ka edhe Laçi në shtëpi, ndaj e shikoj që edhe në këtë javë të kemi të njëjtin diferencë pikësh për sa i përket skuadrave kryesuese. Atëre, kthehemi tek ajo çka ka ndodhur në Gjirokastër, atë ku Skënderbeu ka fituar me rezultatin 3-0. 3 golat tregojnë supremaci të korçarëve apo jo. Gjithsesi le të ndjekim kronikën. Në të njëjtën kohë është edhe një përmbledhje e ndeshjeve të tjera, të cilat ka përgatitur RTS Sport dhe rikthehemi në studio për të diskutuar. Të lutem regjia, mund të më jap kronikën e ndeshjes tani.
Në kategorinë e parë të dielën në mesditë janë zhvilluar 3 takime të javës së 24-të, ku spikati përballja luftëtarit Skënderbeu teksa skuadra korçare vijon betejën për të ruajtur vendin e parë. Në pjesën e parë pati ekuilibër dhe rasti i parë do të vononte teksa në minutën e 28 Abubakar do të godiste nga distanca, por do të neutralizonte Tahiri. Mëtej në minutën e 36 do të vinte dhe goli i parë me Naser, pas një dhurate nga Ramadani dhe Skënderbeu merr udhëheqjen e takimit. Në tërësi në 45 minutët e para luftëtari kishte më tepër iniciativë dhe i kontroll topin më të madh, por nuk mundi të rrezikonte në portën korçare. Një Skënderbeu në minutën e 36 e pabesueshme se si ndeshkohej. Pjesa e dytë nis me një rast shumë të mirë në minutën e 47 për skuadrën Gjirokastrite, ku De Oliveira godet ngjitur me shtyllën, por nuk arrin të realizojë. Sërish De Oliveira për luftëtarin provon në minutën e 56, por pa sukses. Ofensiva e Gjirokastrite do të vijojë dhe do t'i afrohen sërish barazimit me Cereni në minutën e 63. Por sërish porta korçare shpëton. Në minutën e 74 Beshiraj do të shënoj golin e dytë për Skënderbeun dhe duket se gjithçka ndalikohet për vendasit. Harkimi, topi që mbetet aty, Beshiraj. Luftëtari tenton dhe një herë të fundit në minutën e 8 njët me Zanin, ndërsa goli do të vijë pak minuta më vonë, por për Skënderbeun në të 95-ën për të mbyllur gjithçka 0-3 dhe skuadra korçare do të ruaj kreun e vetme me 57 pikë, ndjekur nga Laçi. Aldi Gjumsi. Paralelisht zhvilloi edhe ndeshja mes Besës dhe Burelit, ku që në fillim do të vinte një rastimir i spahijut me kokë për Kavajasit në minutën e 11, por përfundoi jashtë. Bureli u mbrojt me forca të shumta për 45 minuta dhe kjo do ja bënte të vështirë skuadrës së Besës për të ndërtuar. Megjithatë në minutën e 42 pas një goditje nga distanca të Redondanaj, Besa do të zhbllokonte rezultatin dhe do e mbyllte pjesën e parë në avantazh. Redondana minuta e 22, Besa në avantazh me një krye vepër. Pjesa e dytë do të ishte më e kujdesshme nga skuadra kavajese dhe u regjistruan vetëm 3 raste në minutën e 63, Qimedu për Besën i pasuar nga Nureddin, po për djemt Kavajas, ndërsa në minutën e 69 provon patushi për Burelin. Rezultati do të mbetet 1-0 deri në fund dhe me këtë fitore Besa ngjitet në kuotën e 28 pikëve në vendin e 7. Vuajtje realizoi Dana në minutën. E pra, këto ishte 2 ndeshjet të cilat natyrisht kemi sjellë edhe momentet e golave. Gjithsesi, do të diskutoj diçka, është shpallur dhe formacioni më i mirë i javës për ekipin për kategorinë e parë, ku natyrisht janë 2 futbollistë e ekipit Skënderbeut, është portieri Dobjani dhe Gjumshi, në të njëjtën kohë që kemi edhe Pogradecin Ildin me Zkuron dhe trajnerin Emiliano Çela si trajneri mirë. Po, edhe Shane. Edhe Shane. Pra, këta janë tani do të diskutoj pak, të bëm përshtypje fakti që të 2 këta futbollistë kanë erdhur nga merkato e janarit dhe brenda disa javësh shpallen edhe lojtarët më të mirë të ose janë formacionin 11 më e mirë e kësaj kategorie. Po, për sa i përket Gjumsit mund të themi që ka arritur të përshtatet mjaft mirë me ekipin, madje në 2-3 ndeshje ka bërë dhe protagonizmin, duke u nisur këtu edhe nga ndeshja me Besën, ai debutimi me ato 2 asist që vendosën sfidën, por edhe në ndeshjet e tjera duket se ka arritur të kap atë ritmin e skuadrës dhe po i jep një dorë pozitive kraut të djathtë, kryesisht qoftë me këto krosimet, por her pas here edhe me gola, ndërkohë që portieri Dobjani besoj se me përjashtim të atij golit që pësoi ndaj Kuksit në ndeshjen e kaluar në pjesën më të madhe të rasteve ka treguar një lloj sigurie në prapavi dhe deri tani mund të themi që e ka zvendësuar jo në 100% Marko Aliajn, por që ka mundur që t'i japë edhe ai atë kontributin e tij. Hektor, të paktën nga Hevsapam duket se është përsëri Nasri, ai që zgjidh gjithçka. Pra, duket se pak a shumë po qëndrojmë tek vlerat e një lojtari për të zgjidhur situatat e lojës. Është fati i madh që Skënderbeu e ka këtë lojtar, tipikisht një sulmues, një ancor i shpejt, i cili teknikisht ka aftësi shumë të mira, jo vetëm në zhvillimin e shpejtësisë të aksionit, në ndërtimin e lojës, po dhe në finalizim. Ditë finalizoj dhe do të thosha që golat e Nasri janë si fotokopjo, në qoftë se bëjmë nga mënyra se si ekzekutohet. Del gjithmonë diagonal, kontroll shumë i mirë i topit. Në të ndeshje golin e parë mori, domethënë, nga gabimi i mbrojtësave. Pavarësisht. Ai është gati 30 ca metër, 35 metra. Po dakord, po shoku ishte i lirë poshtë. Pse e gjuajti vetë? Se rrezikoi.
Ky egoizmi na rrëzoi nga kategoria vitin e Petrika. kaluar. Për vetë gjithë ato raste ka humbur nuk pasonin. Në rast se do të jemi në një situatë loje kur jemi 2-0, 3-0, ai mund ta bëj altruizmin. Por për të rritur vlerat e tija, për të treguar që ka vlera dhe sulmuesët që kanë vlera janë egoistë. Është dhe golashtuesi kampionati. Është dhe golashtuesi. Po atëherë Dhe ai e zgjidhi situatën. Në qoftë se nuk do ta zgjidhë situatën, kemi të drejtë që të themi atë që thua ti që ky duhet të shërbente. Ajo e ndau Por që të shërbente, nuk e kam të qartë mund ta japi regjia, si ka qenë pozicionimi i lojtarit mbrapa, ishte shumë mbrapa Ka qenë më mbrapa. Pra ishte shumë në rregull. Këto raste na kushtuan në superioren dhe Nasër dhe lojtari që iku në Poloni që ishte me Rashicën në kratë djathtë, Nikaj, Rashica, pasaj kur erdhi Nasër, të njëjtat probleme nuk pasonin për shokun në çastin e fundit. Dhe Nasër me ktheu ato kujtimet e kategorisë superiore, kështu që atje pavarësisht se ti mund të jesh lojtari më i mirë, ti atje gjuajte në mënyrë shumë të keqe topin, po fati tënd që e kapi portieri se kapi si duhet dhe shkoi në rrjet. Po aty zgjidhe lojën 1-0. Mendo për ekipin një, pastaj për egoizmin tënd personal, pavarësisht se unë e mbështes atë që ti the, që lojtarët e mirë janë egoistë. Gjykimi jot, sipas me, ka shumë rëndësi në qoftë se nuk do të realizohesh gol. Në qoftë se ekipi ishte momentet e fundit, ky tregohet egoist dhe ekipit i ikën nga veprimi gabuar ti të ikin pikët. Ti nuk mund ta gjykosh një lojtar i cili realizon. Ti jep një ide tëndër që forma për të realizuar golin është 1, 2, 3. Ai në variantin e parë e realizoi. Kështu që aludimet tona e kupton tash. Po javës tjetër do vim të flasim. Ka realizuar shumë gola Petrika. Po absolutisht. Është ai që po e merr përdorë Skënderbeu. Absolutisht, nuk e ve fare ndyshim, po mund të vim javës tjetër, do lëmë pik, do nga gabimi se nuk pasoi ai. Kështu na ndodhi në superiore. E di ku mundet të penalizohesh me savura re, fusha ishte shumë e mirë. Po, në krahasim me atë të atë që ku pamë edhe ndeshje tjetër të Besës. Me atë kronikën që pamë në Luzi me ajo duket si shprehja nëse mbani mend atë filmin. Fushë blet, fushë kuqe. Kështu që unë e vlerësoj si lojtar, sepse ai ka ritmik, ka një zhvillim progres, domethënë një shpejtësi progresive dhe di ta ruaj ritmin dhe nuk e humbet të ruan përpara portierit, që portieri i bëri dhe presion. Portieri doli përpara. Okej. Po Rezan, jo, po e ka përmirësuar këtë sezon finalizimin Nasër në krahasim me vjet e ka më mirë. Do të qëndroj pak deklaratës Gjokës dhe dua një koment. Gjoka, domethënë pas ndeshjes tha që më pas ne tha neutralizuam mes fushën tha të kundërshtarit dhe nuk e lam të luante nga krahat. E kemi ne këtë mes fush kaq të fortë që dominojmë në çdo ndeshje dhe a është kjo bazamenti i ekipit? Romi, Skënderbeu ka balanca. Në qoftë se kam parasysh të më korrigjojnë çunat, po të shikojmë golat e pësuar me golat e shënuar, do të thosha që është aty do mos gaboj më pozitive ka Laçi pak. Golavazhi përgjithshëm po. Atëherë më falni një moment Hektor, pasi regjia më bëshej në këto çaste që kam Tomor Sheu në linjë të drejtë për drejtë gazetarin e RTS Gjirokastrës, ikon natyrisht e gazetarisë dhe komentit. Tomor, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithë studio. Ju uroj gjithë të mirat, por ne po diskutonim nëse na ndoqe pak për këtë përballje dhe pyetja ime e parë për ju është ky rezultat 3-0. Nëse dikush e dëgjon dhe thot 3-0, do thotë një dominim total i Skënderbeu ndaj luftëtarit apo ndofta loja foli ndryshe dhe rezultati është diçka ndryshe? Jo, rezultati nuk tregoi atë çka skuadra shpreh në fushën e lojës. Pjesa e parë deri në minutën 25-28 ishte më e mirë interpretuar nga luftëtari, dy gabime, sidomos gabimi i minutës së 36 që solli dhe golin e parë të Skënderbeut, bëri që luftëtari në pjesën e dytë në një farë mënyrë të shturej nga ana taktike dhe nga ana morale, po themi, sepse goli i vrau ishte një gol, do ta quaja një episod, një gol i pjesës së parë. Ndërsa në pjesën e dytë loja ishte tablo krejt ndryshe, ishte një lojë e kontrolluar me mjaft fanatizëm nga Skënderbeu, lojtarë cilësor që kanë kontingjentin e tij, me mënyrën se si trajneri Gjoka e shprehu lojën e tij me lojtarët, bëri që luftëtari sonte edhe dy gola të tjerë. Goli i tretë ishte një gol, po e themi, që e vrau ndeshje, po goli i dytë erdhi si rrjedhoi dhe gabimit përsëri të mbrojtjes dhe mes fushës së luftëtarit. Tani duke parë pak tabelën Tomor, luftëtari shpreson si shikon ndeshjet në vazhdimsi, e ka atë kontingjent, atë forcë për të përballuar garën?
Luftëtari për Irtës vërtetës ka një kalendar feri, do ta quaja, siç flasim në zhargonin e Po, përditshëm. sepse kjo vjen nga renditja, sepse derisa renditja është 2 ekipet e fundit, natyrisht që e tillë do të jetë. Po. Po, do të jetë mysafir në Kuks dhe në Lushje 2 skuadrat rivale të drejtë për drejta, që nga fati i këtyre rezultateve do të varet dhe fati i luftëtarit për qëndrimin për të mbijetuar ose për të rënë në kategorinë e dytë. Tomor, mund të thuash pak, përse kjo gjendje e ekipit luftëtari, sepse erdhi një ekip nga kategorinë e dytë, natyrisht mos vallë, kjo ndikon, apo nuk i gjetët të durit, buxheti, financa, nuk e di. Domethënë, në këtë vështrimin tuaj, kush është një prej shkaqeve? Në këtë vështrimin tim dhe në opinionin tim si gazetar sportiv, mendoj se luftëtari mori një fytyrë tjetër në fazën e dytë, në merkaton e janarit, ku pati shumë largime dhe afrime, janë afruar 8 lojtarë, ndërkohë që janë larguar më shumë se 11 lojtarë. Duke bërë të rotacion, në thojza do ta quaja, luftëtari tashmë është i rikompozuar dhe përshtatja ambientimi i lojtarëve me njëri tjetrin do kohën e dur, do momentin e dur që të harmonizohet si një grup i vetëm për të arritur rezultatet që kërkohet. Megjithatë, duhet të them se luftëtari i ka kontingjentin aktual me këta që ka afruar në merkato, ku bëhet fjalë për lojtarë me moshë të re 22, 23, 25 dhe 27 vjeç. Por është ajo që thash në sipër që kërkohet kohë, kërkohet maturim për skuadrën. Ana financiare e luftëtarit ku ka munguar s'mund ta pranoj dhe ta thot askush, pasi vetë merkato flet në gjuhën e shifrave që parat, domethënë, e luftëtarit kanë qenë korrekte dhe janë. Tomor, natyrisht ti ke një përvojë të madhe, ke ndjekur ekipin e luftëtarit, por jo vetëm. Do thosha që këto ndryshimet e trajnerëve shpeshherë ku gjithçka ju faturohet trajnerëve, si ju duken, mos vallë luftëtari e vuan pak edhe këtë pjesë? Jo, largimi i trajnerit Shabani, po themi erdhi natyrisht nga rezultatet e arritura në gjysmën e parë të sezonit përpara vitit 2025, ndërsa ardhja e Devollit është një augur i mirë për luftëtarin, sepse Devolli në natyrën e tij si lojtar edhe si trajner, kudo që ka qenë kërkon të implementojë tek skuadra të grintë shpirti dhe karakterin e lojtarit të fortë dhe serioz në punë. Akoma këta futbollistë kanë nevojë të marrin të adrenalinë të Devollit për të qenë pastaj vërtet një skuadër që për mendimin tim, nëse ky grup do të ruhet, do të jetë një skuadër e frikshme, nëse gjithmonë do ekzistojë të mbijetojë në kategorinë e parë. Kë shikoni prej ekipeve që do të diskutojnë deri në fund se kush do të jetë ato që do të thonë mirupafshim ose lam të mirë kategorisë? Apo e shikoni shumë ekipe në garë? Natyrisht është vetë renditja që flet, është Kuksi, luftëtari patjetër që është në Valle, është Lushnja, për pastaj kam rezerva për Apollonin, për një skuadër tjetër, por këto 4 skuadra do jenë ato skuadrat që të ndahen mes superiores, kategorisë parë dhe kategorisë dytë. Tomor, shpeshherë ne flasim sepse natyrisht na ka bërë profesionit të tillë. Themi shpesh që fillojnë dhe ato të shkretat aleanca. Mendoni se luftëtari mund të bjerë prej e tyre, apo të paktën deri në këto momente ju nuk shikoni aleanca që mund të dëmtojnë një ekip ose një tjetër? Jo, rezultatet flasin në ndryshe, nuk flasin pro aleancave, sepse tetë renditja e skuadrave, gjeshja e tyre në grup tregon që deri në momentin që janë nguatur 24 javë, nuk mendoj se ka aleanca dhe prap mendoj që nuk do ketë aleanca, pasi secila nga skuadrat që kërkon mbijetesën është e rrezikuar dhe nuk mund të bëj, po themi, atëre themi ne nga Gjirokastra për të ndihmuar ose për të favorizuar një X apo Y skuadër. Atëherë po kaloj pak te Kreu. Ku shikon se janë ekipet më të favorizuara që mendoni se e kanë zënë Superligën tashmë? Unë i qëndroj asaj Romeo që kam thënë në linjën e parë që jemi lidhur bashkë, që Skënderbeu rival do të ketë vetveten, Laçin e shikoj hapas hapi pas Skënderbeu dhe do të ketë Laçi e Skënderbeu ato skuadra që do t'i bashkohen sofrës së futbollit shqiptar. Pogradecin e shoh skuadër me potencial, ka bërë mirë, ka futbollist cilësor, futbollist potent, por vetë rezultatet dhe vetë kalendari me sa gjykoj dhe me sa kam ndjekur dhe kalendarin flet për Skënderbeun dhe për Laçin. Tomor, te një pyetje të fundit kisha. Ju natyrisht i keni intervistuar të dy trajnerët pasi kanë përfunduar takimin. Mund të më thuash çfarë i bëri përshtypjen e deklarimet e dy trajnerëve? Më bëri përshtypje thënia e Devollit që tha që ne nuk kemi rival Skënderbeun apo Laçin, ne kemi rival Kuksin, Luqen edhe Apollonin.
Ndërkohë që nga ana tjetër Gjoka me mjaft xhetilencë dhe me mjaft po themi mirësjellje nuk nguroi të bënte dhe elozhet për lojën e luftëtarit, sidomos në minutat që unë thash para minutës së 30. Faleminderit Tomosheu, të falenderoj maksimalisht për të lidhje që kemi patur së bashku, e natyrisht besoj do të jemi edhe në javët e vazhdim për të diskutuar më gjerësisht. Për mua është kënaqësi që komunikoj me ju, me koçën që më ka edukuar dhe më ka bërë student agronomist. E di, ke një lidhje shumë të madhe. E natyrisht unë e di që ti madje kam dhe miq të mirë koç. E di, sa herë vjen shkon ande nga universiteti, nuk ridot. Falenderoj Tomosheu, të uroj një natë të mirë ju. Jeni mirë dhe suksese Skënderbeu. Ju dhe gjithë gjirokastritëve. Po, Hildi çfarë thëshë? Jo. Thjesht përshëndetje. Po, të shtuar diçka Romi si përmendi deklaratat kolegu në fund, për pjesën e Devollit, ajo që më bëri përshtypje nga deklarata e Devollit ishte në aspektin e skemës, kur thas këtë radhë tentuam të ndryshojmë pak skemën dhe ai e tha që luftëtarit me këta lojtarë që kanë organik i përshtatë më shumë 4-2-3-1, por megjithëse luftari ka pak karakteristik lojë në krah, sidomos me sulmuesin i Angila, pra me Sterling se mos nga krahu i djathtët që e pam dhe një rast që ishte në pjesë të dytë. Pjesën e parë, parasysh edhe Gjoka që tha që nuk e lam kundërshtarin të luante nga krah. Jo, luftëtari pjesën e parë nuk bëri lojën tipike nga krahat. Atë që tentoi të bënte pjesën e dytë kur tentoi me çdo kusht të barazonte rezultatin dhe la dhe hapësira në mbrojtje dhe bëri dhe zëvendësime Devolli. Devolli e tha live që në intervistën pas ndeshjes që u mundova tha të kapsa lojën nga brenda pasi dy qendrat e mbrojtjes së Skënderbeut janë shumë të ngashta tha dhe bëjnë gabime tha. Dhe u mundova tha të kapsa me lojtarët e shpejtë që ka luftari në sulm të bënte lojë nga brenda. Megjithatë ajo që e shpëtoi Skënderbeun është që nuk arritën lojtarët e sulmit të luftëtarit të arrinin të bënin mure kombinime me njëra tjetrin. Nuk ka se veti Brown luftëtari, jo? Apo që të në pasë? Dhe sa e dukshme është sa të dobët që i kemi në qendrat, më falë profesor. Çdo trajner e studion, sa arrin ta shfrytëzoj pastaj është tjetër gjë. Pra, Hektor, dofta një farmase atë që tha dhe Tomosheu ishin kualitetet që bën diferencën? Derisa luftëtari nuk dolin atë që kishte parashikuar, do thotë që diferencat i bin individualitetet që janë në fushë. Po mbi të gjitha e kam thënë dhe do ta them gjithmonë, Skënderbeu është në vend të parë jo vetëm për shkak të individëve që kanë në fushë, po për shkak të atit që është mbi individët që është trajneri, që di mënyrën se si t'ja u vjeli më të mirën e mundshme, duke qenë pragmatist, duke shfrytzuar individualitetet, duke shfrytzuar dobësitë e kundërshtarit, ndërkohë që ai thot dy qendrat e Skënderbeut janë të ngatha, po përfundimisht doli loja 3-0, kështu që nuk arriti të realizojë asgjë. Unë kam parasysh ky lojtari me ngjyrë që ka Gjirokastra, një shumë i shpejt, që u dyshua njerëve edhe për ndryshimin e moshës, mos gaboj Hildi. Po, e vërtet. Janë tash e them. Po, e dim. E di këtë. Nuk arriti të bëjë gjë. Jo, vetëm pjesën e dytë disa momente, po përgjithsisht markua mirë nga shaqja dhe rezultatet t'i japin të drejtë trajnerit, domethënë, por ne besoj bjem të gjithë dakord që ky Skënderbeu e ka potencialin për të arritur akoma më shumë lojën. Pra ende nuk e kemi atë Skënderbeun që të gjithë kërkojmë ta dominojmë me lojë të bukur, të krijojë 10 raste, të mos pësoj gola në ndeshje të caktuar, mos pësoj gola naiv, pra pavarësisht se arrin të marrë ato pikët pas here, na ka vënë në ato pikpyetjet tona për sa i përket këtyre golave në minutat e fundit. Në përkthem ndryshe Petrika do më thotë nuk ka cilësi. Jo. Jo, cilësit janë. Tani unë them këtë. Më mire që mos të ngrejmë nivelin e lojës, të marrim këto pikët që kemi, në mënyrë që kur të vi fundi i kësaj kategorie që ne do të jemi të ngjitur, presidenca të filloj me largimin e gjithë tyre lojtarëve që janë, sepse nuk janë për në kategorinë superiore. Kështu që më mirë, kështu siç janë, marrim 3 pikët, edhe nuk lodhemi shumë dhe pastaj të gjithë me valigjet në dorë të largohen pak nga pak dhe të vinë ata që do të luajnë për kategorinë superiore. Hektor? Absolutisht asnjë. Tani këtu takon të ndryshë. Mund të jetë 2-3 elementë që i shikojmë në 70 në stol, që nga stoli, kaq. Shiko, nëse do vazhdoj atë që po thosha pak momente përpara. Nesti është një trajner të cilin unë e njoh prej kohësh. E njoh nga momenti kur ka patur ekipet edhe në shkollën e futbollit e Shkëndija dhe tek flamurtari Vlorës ja vajti dhe në kupat. Edhe kampion me Kuksin. Në kupat e Evropës edhe me Kuksin. Filozofia e Nestit. Filozofia e Nestit është filozofia e tij. Është filozofia e tij, por një trajner në Shqipëri nuk e ka luksin që t'i ngelet
aq besnik filozofisë e tij. Pse? Përgjithsisht në Shqipëri, ekipet nuk ndërtohen nga trajnerët. Ekipet ndërtohen nga presidenti. Me këtë mos doni thoni që dhe Gjoka s'ka gisht ndërtimin e këtij ekipi. Më falni një sekondë. Jo se nuk ka gisht. Skënderbeu pati një fat që kishte trashëgim grupin. Kjo ishte pozitive. Dhe për të marrë të mirën e mundshme, trajneri zgjedh format e tija, zgjedh strategjinë e dur në varësi të lojtarëve që ka dhe të kundërshtarëve që ka. Diferencat me ekipet e tjera, Skënderbeu i bën. Ne nga që jemi mësuar që niveli Skënderbeut i shprehjes së mënyrës së lojës, të jetë më atraktiv, të jetë më zotrus, të jetë më zaptus, të jetë më invadus, ne na bën që dhe të mos kënaqemi. Por sa të kemi tër këto shpenzime, këto argjime, ai do marri më të mirën. Pse? Ty të vinë lojtarët me vonesë. Petrika e tha shumë bukur, ai erdhi nga pushimet, erdhi nga Copacabana, kështu që e rëndësishme është që morëm 3 pikshin. Se çfarë do ndodhi kur të dalë në Super League, atë e di stafi, atë e di presidenti. Ne kemi shtruar shpesh këtë pyetje në studio. Nëse do të mendojmë për një ekip Super League që do të jetë pretendent, a duhesh e filluar që këtë sezon për ndërtuar një ekip, sepse nuk e di, mund ta ndërtojmë në gusht. Normalisht punët kur punohen me planifikime afatgjatë shumë pozitive. Por në Shqipëri unë nuk e di që të ketë ekipe që punojnë me Iqek Nati. Prandaj jemi këtu ku jemi. Skënderbeu dikur po. Skënderbeu dikur po. Sepse çdo gjë është e varur nga kjo. Po Brenda. Dua të them 2 momente. E para në raport me Gjokën, në raport me filozofinë që tha profesori. Unë e kam ndjekur Gjokën edhe kur ka qenë tek Hamza për mbijetesë, edhe tek këto ekipe që përmendi profesori, edhe kur fitoi kupën në 2014 me Flamurtarin dhe tek të tjera. Mos gaboj ka patë Vllaznin? Po, ka qenë një moment me Vllaznin, pa atë vit që ra Vllaznia nga kategoria. Nëse ideja është kampionatin më një. Ideja është thelbi i filozofisë së Gjokës, domethënë ekipet e Gjokës kanë qenë shumë të vështira të shnoje gol. Ajo që nuk po shikojnë të implementuar nga kjo pikpamje e filozofisë së Gjokës tek Skënderbeu është që edhe kur spëson gol, ne kemi atë pasigurinë në mbrojtje, domethënë kundërshtari arrin ai krijon ato raste. Nëse më përpara skuadrat e tij kuptohet në nivel tjetër cilësie, se po flasim për Superligën, arrinin që duke mos duruar spektakël të ishin cinike, pa ma e dije që po të ta bënte një gol e kishe mision shumë të vështirë ti barazoj apo ti përmbyshin skuadrat e Gjokës, tek Skënderbeu i Gjokës gjë të tillë nuk e shohim. Kjo e para. Nuk ka mentalitetin e një ekipi që do të mbrojë, por e kërkon. Jo mentaliteti, nuk është problemi mentaliteti. Nuk e di, Sarinët do të ta organizojnë. Skënderbeu në fazën mbrojtëse. Po. Dhe reparti mbrojtjes kanë probleme. Sidomos në topat e dytë. Munges orientimi. I orientimi po dhe përqendrimi, sepse topi i dytë është përqendrim. Topi i dytë është përqendrim. Tregon kualitete jo të mira për sa i për. Kemi parasysh që Randi për shembull Dumfur është i disati sezon, mosha bën të vetin, sa ka qenë sistematik kur ka ardhur, ka qenë pjesë e grupit, ka qenë sepse automatizmat janë të lidhur me individin. Unë nuk mund t'i automatizoj veprimet në rast se individi nuk e kam. Dhe sa e drejtë është kjo profesor, se erdhi Randi sepse erdhi me më pak se 2 javë ka që është kthyer, pa fazë përgatitore, ndërkohë që kemi Gift apo dhe ndonjë lojtar tjetër që ka qenë aty dhe ka bërë fazë përgatitore është shërbitur për javë. Sa e drejtë është që vini lojtar si Randi që me thënë të drejtë nuk është se shkëlqen bën ndonjë diferencë të madhe dhe futet direkt titullar në formacion, dhe një lojtar që i ka marrë minuta deri tani dhe nuk është se ka bërë ndonjë ndeshje të keqe në kuptimin një gaf madhore të rëndë, ta ulësh në stol. Edhe nga pikpamja e menaxhimit të grupit e diun që ai lojtar i ri do ta mbyll gojen dhe është më lehtë ta ulësh atë në stol dhe të aktivizosh një lojtar të vjetër në formacion. Kjo është rregull që funksionon në shumë klube në botë. Ka edhe një tjetër skenar, sa e drejtë është nga pikpamja sportive. Po, na i bën ne kastileve, na dëgjon edhe ky është më i miri thot Xhunfur, më i miri, pavarësisht se ne çfarë kemi thënë për Xhunfurin, edhe ato që ne kemi parë se janë gabime amatorske na rrezuan nga kategoria. Nëse ty të 3 reparteve, të cilat i analizuam, kë mendoni se, domethënë, është reparti që të paktën nuk është në lartësinë e të tjerëve? Po besoj mbrojtja ka pasur probleme, mungesë stabiliteti, po edhe her pas here nuk, edhe ne jemi të paqartë që kush është ajo 4-shja titullare fikse e Skënderbeu. Një ndeshje shikojmë 3 të tjerë, një ndeshje 2 të tjerë dhe kjo ka sjell atë përshëllimin. Jo vetëm atje, po e kemi parë pothuajse në të gjithë sektorët e fushës një gjë të tillë. Kemi këtu rastin Tajo, Gjini, duket sikur tani ka lënë Tajo larguar. Po sa i përket repartit ofensiv, duket se është krijuar disi ajo
filozofia e lojës, pra e dim që do luaj Gjumsi, do luaj Beshira, do luaj Nasser. Ndërkohë edhe për pjesën e mesfundit, ndërkohë që mbrojtja ka ato ulljet e ngritjet e veta, por gjithsesi fakti që Skënderbeu po arrin të ruaj atë hapin për sa i përket diferencës me rivalin, kjo jep një lloj qetësie, po kurse si nuk duhet të ketë një vetkënaqje, pasi do të qejë vrastare, po ta mendojmë që ne tani e kemi 80% të sigurt ngjitjen. Po, takimi radhës me Lushin. I lehtë? Brenda në shtëpi i lehtë. Tek Skënderbeu nuk shkon fjala shtëpi jashtë fushë ka Dakor, po nuk them dot, që Skënderbeu do dominoj Lushin, do bëj 3 gola. Se them më dot. Edhe me Gjirokastër në aksident ishte gjithsesi, nuk e them dot që Skënderbeu do bëj një lojë bindëse, do fitoj me rezultat bindës. Se them dot sepse nuk e ka bërë në asnjë ndeshje. Skënderbeu po fitovi, do fitoj 1-0 aty ose 2-1 në 90 pas 85-s dhe ky është Skënderbeu. Kaq. Lushnja duhet ta theksojmë që është një nga rivalët më të dobët të momentit në superiore, nuk do të ketë të gatshëm portierin i cili për një arsye fare që Sharake usha me një tifoz të vetë për shkak se po kërkonte zvendësimin dhe ishte i dëmtuar, u tradhtua nga nervat, u sha me tifozin dhe në këtë moment gjyqtari i nxori karton të kuq duke fundosur përfundimisht skuadrës. Portierin e kanë lënë nervat në ato momente, por shikojmë se me çfarë nervë është Fatmir Fica. Fatmir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me nerva fare për arsye se Besa ka fituar dhe është fitoria e parë vitit 2026. Fitoria e parë vitit 2026. Hektor, 2026. Po. Pas 71 ditësh. Si Dinamoja dhe Besa, se dhe Dinamo e kishte fitoren e parë. Edhe Dinamo. Kështu që duke se keni augur të mirë. Ildi më thot Fatmir që edhe Dinamo fitoren e parë për këtë vit. Ndoshta ne në kushtet ku ndodhemi mund të mos i ngjajmë Dinamos, por ajo që bie në sy të futbollit kavajës edhe dje ndaj Burrelit, u shënua një Eurogol, u fituan pikët, por nuk u mbyll ndeshja shpejt. Besa është skuadra seriale e rasteve të humbura. Këtë e ka kthyer në një mod të shëmtuar madje, sepse vjen në rrezik vetë ecurinë e ndeshjes deri në fundin e saj. Madje Burreli po t'ishte pak më kërkues, mund t'ja merrte pikën Besës dje. Sa i drejtje, sa i sinqerti në ato që thua Fatmir. Jo, kam gjerë ca dhëna për Besën që vërtetojnë kataçiprisht këto të dhëna. Tregojnë që Besa vuajtjet e këtij sezoni më spaku i ka nga hutimi fillestar i startit të kampionatit, ku në 8 javë mori 3 barazime dhe 5 humbje, për fatin e keq saj në kulmin kur zihente atmosfera i qindjetorit. 3 barazime është thjesht i fitore dhe mbyllesh, kështu që s'ke çdo atë. Para fitores së djeshme me Burrelin vinte nga 6 javë skandaloze do t'i quaja, 2 barazime dhe 4 humbje. Pra është një skuadër që jo vetëm oscilacione, është një fjalë e vogël, po ka një paradoks të madh të formës së saj sportive, të neglizhencës, e përsëris të fjalë një neglizhencë ekstreme ndaj kundërshtarëve. Çuditërisht niset nga emrat. Luan me Skënderbeun, i bën një rezistencë gjigante Skënderbeut, 70 minuta në ndeshjen e fazës 2, një shkëlqim i papar. Pastaj ai 20 minutë që u kthuan golat dhe Besa u mund fitoi Skënderbeu, ishte jo hije e vetvetes, a thua se kjo skuadër në 70 minuta zbriti nga qielli dhe pastaj i shkoi prapë në qiell. Janë ca handikape brenda vetë një ndeshje, apo brenda një periudhë të shkurtër kohore, çka tregojnë se kjo skuadër që ndron sigurisht në 24 javë 3 trajner, nuk ka një modalitet të përcaktuar. Besa e dikurshme, e traditës, e historisë madhe, ka patur 2 gjëra themelore. Teknikën brillante, e përsëris të fjalë. Asnjë skuadër në Shqipëri nuk bënte teknikën e Besës. Edhe jo më këtë e kanë quajtur shpiksen e Çmicit, që quhet sot me gjuhën e Barcelonës. Në një Fatmir, për këtë që the kam Hektor Kaplani këtu në studio. Hektor, çfarë të kujton kjo që thot Fatmiri? Besoj është në një mendje me mua. Përshëndetje. Përshëndetje, miku im. Po të dëgjoja me shumë vëmendje dhe
Konkluzioni që unë i thash vetes time mbi bazën e asaj që ju përmendet tregon që aty s'ka seriozitet fare. Besa dikur ka qenë një klub, do me thënë një futboll akademik. Dallohesh për futbollin e saj si Dinamo, si Vllaznia, si Flamurtari. Dhe Flamurtari ka humbur të njëjtin identitet siç ka humbur Besa. Pra nuk e ruan shkollën e saj, sepse përzierja e popullsisë, ardhja elementëve të ndryshëm, dalja nga originaliteti, unë e përmend edhe tani, drejtorët sportiv që sot janë në për klube, nuk e kanë parasysh se kush është shkolla e futbollit Kavajas. Absolutisht jo, drejtorin e kemi nga Pogradeci, dhe ai kujton se Digjo, drejtori që është nga Pogradeci bën punën e tij maksimale, por sot kushtet në këto 30 ca vjet që ne po jetojmë mbas 90-s, duam apo s'duam ne e humbasim identitetin. Shumë të uoj kanë vërshuar, pa i ditur se çfarë identitetesh janë, çfarë originaliteti kanë, fillojnë këto përzierjet, ndërkohë që më vjen shumë keq, sepse sa do të përpiqet Besa të luajë atë futbollin që ju pretendoni, fatmirë dhe me të drejtë dhe neve, në atë lloj fushë sportive ku po luan, unë mendova se Romit i ishin prishur ngjyrat e televizorit, po vura re që gjysma e fushës ishte kafe, gjysma ishte... Unë me zi pres që Besa të ke stadiumin dhe të kthehet në identitet atje ku ka luetur të rjetën. Ju ndërhy për diçka, miku im, besoj e mirë kuptoni edhe këto argumenta. Besa mbushin ndeshje në 103, pra që nga viti 2018 që nuk luan në Kavaj. Ka streha të ndryshme ku ka lozur, kryesisht ka qenë Luzi dhe Lushnja, por edhe në qytetet fqinje, por të mos harrojmë se është një skuadër tërësisht transferte. Edhe aty ku po luan, pa çka se Luzi është e Bashkisë Kavaj, e tradhton fusha të merësisht një fushë fshati, me gjithë respektin që kemi për Luzin, por problemi është niveli sportiv i Besës ka qenë gjithmonë i kushtëzuar nga fusha. Prej teknikës që ka mbartur ekipin në vite. Fatmir, kalojmë pak tek 3 ekipet e Kreut. Po ecin me një ritëm ka javë që ecin të 3 fitojnë dhe ecin, do më duke sikur e kanë atë luftën brenda për brenda. Unë mendoj që ju a kam thënë, jo por pse është televizioni i Korçës këtu ku po flasim direkt, por Skënderbeu ka rival vetëm Skënderbeun. E kam parë Laçin, është një skuadër shumë serioze, shumë e mirë, por nivelit të Skënderbeut nuk i përgjigjet. Jo vetëm pse Skënderbeu ka shënuar 28 gola, është një 46 në mos gaboj, pra thuajse ka një mesatare 2 gola për ndeshje, por ndërkohë të gjithë kundërshtarët, kur shohin modelin e Skënderbeut, binden se i fiton pikët jo me një gol, me një diçka që mund të quhet fitore me të shtyrë. I fiton në mënyrë bindse të marrësh 3 pikë në Gjirokastër. Në kulmin e atij pretendimi që ka tani luftëtari për të shpëtuar rënjës, 3 pikë me 3 gola nuk është pak, madje në transfer. Për te i kësaj, ka përmbysur shumë ndeshje ku ka ndjerë sikletin e kundërshtarëve, sepse është një Skënderbeu është një skuadër sa e mirë për veten e saj që i ka marrë pikët e këtij sezoni, po aq liberale edhe për kundërshtarët. I lejon të luajnë kundërshtarët, madje kjo i ka bërë mirë, sepse ka marrë herë edhe nga grinda e kundërshtarëve. Është ngacmuar se ka psuar një gol, ka shënuar 2 apo 3 pas këtij momenti. Çka i ka bërë mirë në një farë mënyre. Por ecuria e Skënderbeut nuk mund të vihet në diskutim, ka qenë një ecuri mjaft e mirë, pal grupit futbollistëve ku veçoi Nasër, golçënuesin më të mirë, që shënon sistematikisht dhe madje kur ai mungoi 2-3 ndeshje, Skënderbeu pati problemet e veta. Po, Fatmir, të falenderoj pa masë për të lidhje, për këtë statistika që më dhe, për opinionet dhe natyrisht në të jemi javën e ardhshme për të diskutuar, natyrisht mund të kemi ngjarje nga më të ndryshmet për sa i përket rezultateve. Faleminderit Fatmir Fica. Sukses e ju dhe Skënderbeu tuaj. Natë e mirë. Hektor, një analizë që Fatmiri e bën shpeshherë
për këtë besë dhe ju natyrisht e thatë. Por, ka erdhur momenti të kalojmë pak tek Pogradeci. Ildi, kemi një Pogradec që ka fituar. Një Pogradec që ka arritur të arkivoj 3 pikë të arta në një transfer të vështirë ndaj ajo e Apollonisë. E vështirë ishte edhe në Pogradec kur luajti me këtë ekip në fazën e dytë? Jo, më së shumti ndeshja e kaluar e fazës 2 që qenë në Fier, edhe ajo rezultoi kaq e vështirë dhe shkoi drejt barazimit, ndërkohë që në këtë duel skuadra liçenore u tregua cinike dhe arriti të fitonte 3 pikë fal edhe sulmuesit Pius, i cili duket se po kthehet në atë shpëtimtarin e Pogradecit, pasi ka arritur të vendos mjaft ndeshje dhe besoj se ky ishte një augur i mirë për liçenorët për të mos u shkëputur nga kjo gara dhe për të tentuar deri në fund për të kapur një nga 2 vendet e para, dhe besoj se i ka dhënë një motiv ekstra skuadrës të trajnerit Çela, që tashmë i lind për detyrë që të bëj mirë në çdo ndeshje dhe të shpresoj që rivalet që ka përpara të mund të gabojnë. Hektor, fitore me lehtësi nga në Pogradecit apo ndjen atë presionin, atë, domethënë nuk ka atë qetësinë e durit. Duhet me çdo kush fitoria, sepse njap tani po të hedh falt, do thosha që duhet të mendoj pastaj ndryshe. Për të qenë i sinqert, shumë ndeshje nuk e kam ndjekur. Por, duke para të që shumë vjetë e kam ndjekur më shumë Pogradecin dhe me erdhi keq në atë play-off me Tiranën, ku ishte më superior se sa Tirana, nuk arriti ndoshta dhe fati. Pogradeci është një ekip që ka goxha karakter, edhe trajneri që ka në stol është njeri me shumë karakter dhe shumë grintoz. Kërkon disiplinën, kërkon dhe mënyrën që lojtarët ta interpretojnë lojën nga ajo që ai dëshiron. Pra nuk është një trajner i cili lejon shumë liberalizëm sipas mendimit tim në ekip. Por ka lojtarë që ka karakter. Për shembull Vangjel Skurua, që unë dikur e kam quajtur Brigeli shqiptar, sepse më pëlqen ta quaj të tillë. Më kujtohesh Brigeli dhe ky ishte një farsozie. Vangjeli është djalë me shumë karakter, tani ka më shumë pjekuri. Është një lider. Është një lider. Po. Petreka, një Pogradec që po ju ushtron tani presion, apo dhe në vetvete e ka atë ndjenjen e presionit, duhet të marrë me çdo kusht rezultatin dhe kjo nuk e lejon që të shprehet më mirë në lojë. Se ndryshe është një ekip që siguron gjithçka dhe edhe shprehiti ka të mira. Do kthehem pak mbrapa pas se do dalte kjo që the ti, isha këtë fundjavë në Pogradec dhe një sportdashës i cili ndiqte emisionin ton më tha, do të them vetëm një fjalë për Pogradecin, tha, dhe thuaj aty, tha. Dhe unë do ta them, ai tha kështu, kanë respekt shumë të madh për ish trajnerin Mema. Kanë respekt jashtëzakonshëm gjithë Pogradecarët, duket sikur ishin të dashuruar me Memën. Dhe Mema kishte thënë një fjalë në fillim të kampionatit ose në fund të kampionatit të vitit kaluar, na duhen vetëm 5 lojtarë. Kishte kërkuar vetëm 5 lojtarë, sepse e kishte grupin, është ajo që thatë edhe ju profesor, që Pogradeci në fillim i kishte lojtarë shumë të mirë dhe mjaftonin 3, 4, 5 elemente që do t'i kërkonte vetë trajneri. Mirë po, unë e kam thënë shpesh. Tani cila ishte fjaletis? Ai këtë tha që fjala e Memës, ai citoi Memën që Mema donte 5 lojtarë. Tani për të ardhur te kjo që gjërat u bën gabim ose nuk u nisën siç duhet e Pogradeci dhe jemi këtu ku jemi, sepse me cilësinë, me buxhetin dhe me investimin që ka ajo skuadër, mund të ishte më lart dhe mund të ishim aty të treja ekipe. Ju thoni që po vuan ato gabimet e një periudhe të... Po, edhe nuk janë as të trajnerit, por janë të stafit drejtues, për ashtu këtu presidentin i cili vetëm ai që s'ka thaj se burzotni, sa kërkoni, çfarë kërkoni, urdhroni. Pra, ai e ka gjithë vullnetin, por stafi nuk e ka profesional. Hektor, futbolli nuk bëhet ndonjëherë edhe me shumë lekë. Jo, kemi shembull në të jashtëzakonshëm që harxojnë miliarda, Paris Saint-Germain harxoi kaq vite. Inter i ka harxuar atëherë me Moratin, mos gaboj 4 miliardë. Mbi 2-3 miliardë. Mbi 2-3 miliardë euro. Nuk është çdo gjë paraja. Jo, nuk është çdo gjë paraja. Jo, në një vit këto ishin të grumbulluara në disa vite. Se ta çfarë po thoni kështu? Po. Por që kjo është punë. Dgjoj, Romi, kjo është punë menaxhimi. Kjo është punë e filozofisë që ka stafi drejtues, drejtori sportiv. Drejtori sportiv është kryesori që bën politikat e klubit. Presidenti ka thesin. Tashi, rezultati ka dalë që drejtori sportiv ose drejtorët që kanë qenë kanë punuar mirë. Në një pikë që për momentin s'ka drejtor sportiv dhe kjo duket se
Penalizuar presidenca me stafin teknik. Ka këshilltar, mund të ketë këshilltar që e këshillojnë. Po e erdhi, si që thot popullin maj të hundës e mori vetë, lere se marrë vetë, kështu për të marrë lojtar pa euro, marimo. Po mirë, nuk mund t'i bësh dot vetë tani. Por arrin më dhe në atë pikë që duke sikur tallen me paratë tënde, edhe pastaj nga e keqja. Penalizoi fakti se në fillim erdhën shumë lojtarë me ato qyteti. Vite famshme që erdhën këta lojtarë ka luajtur në filan vend. Në me thënë është një sozi si flamurtari. Po, u rikthye. Atëre unë po kaloj tek një sozi tjetër, tek volejbolli i femrave të Pogradecit. Regjia në këto momente më jep kronikën e kësaj ndeshje të madhe do thosha të Pogradecit që fiton për herë të parë një ligë të tillë fitore historike më thoteldi për ekipin e Pogradecit. Pra, është pikërisht ekipi i Pogradecit cili ka fituar ligën Gjergj Kastrioti. Le të ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio për të patur dhe lidhjen më pas. Në rrjetën e femrave, në ligën Gjergj Kastrioti, Pogradeci si debutues ka arritur të fitojë me rezultatin 3-1 ndaj Fair Volley, duke siguruar kështu këtë trofe në një ndeshje shumë emocionuese dhe të luftuar. Gara ishte ashpër, emocionet ishin të mëdha dhe spektakli ishte shpërthyes si dëshmi e finaleve të vërteta në nivele që dëshmon gjithnjë e më shumë se bashkimi bën fuqin. Në setin e parë, vajzat e Edon Ibrahimit u shfaqën luftarake me një sulm agresiv dhe një blok më të përqendruar, duke mbyllur setin e parë në shifra 19-25, ndërkohë që 3 setet e tjera treguan një tjetër fytyrë të liqenoreve. Kundërpërgjigje filloi që nga qendra, me gjatën e cila ishte mjaft rezultative, por sigurisht edhe me sulmin e Moja dhe Stanford, duke ndryshuar kështu rrjedhën e ndeshjes për të mbyllur 2 setet e tjera në shifrat 25-18 dhe të katërtin në 25-19, teksa lojtarja më e mirë u shpall kapitenja Paula Gjata e Pogradecit. Pas përfundimit të ndeshjes për mikrofonin e radio televizionit shqiptar, folën 2 trajnerët, ai i Fair Volleyt Edon Ibrahimi dhe ai Pogradecit Besnik Lisha, të cilët një nga të përbashkëtat kishin debutimin e tyre në një finale si kjo e ligës Gjergj Kastrioti. Për neve është hera e parë që rrim në finale, edhe normalisht që duhet me cik, ne kemi lu edhe ndeshjen e Kupës së Pavarësisë, po ashtu bashkëpunim mes 2 federatave, edhe patjetër se ekipi jonë ka pësu ndryshime, edhe pse me mungesa. Ekipi tregoi karakter edhe po besoj që vit pas viti vetëm se niveli po ngritet, si në këtë garë, po edhe si në kampionatin tonë aty ku po morim pjesë. Ky rrotim ka filluar që është ndër. Kena menduar si me ndërtu një ekip që me kanë kompetitiv me luftu për kampionatin shqiptar. Kjo e ka nevojë, ka vajza meritojnë tonë në ata njëra. Na thojmë që me bapë, në fundit janë vajzat që qilosin, është më rita ato në tyne. Ta vajzat me këtë performancë ishte shumë rëndësishme e fitu, që me dalë për emocioneve të një trofeu. Hektor, një ekip kompetitiv, thot Lishaj. Po pa diskutim, jo vetëm që i thot ai, po e thon rezultatet. Sepse fal punës atit, unë tani e përmenda, më kujtohet kur në atë të ftohtë dhe kampionati ishte me shumë probleme që nuk zhvilloheshin, ato bënin nga 2-3 seanca në ditë, se unë i shikoja në Pallat Sportit. Domethënë ai zotri Burr, bashkë me ish drejtorin e klubit shumë sportës Tatjana Marashit, filloi zanafilla e Skënderbeut të madh, pastaj vazhdoi me Pandush Kapedanin, mos gaboj ka qenë asistenti i tij, Pandushi, po, më vonë pastaj me Orlandon. Kështu që një trajner kampion kudo ku të shkoj, do të ngrër ekipin sepse disit punoj, disit menaxhoj, plus ja te ka mbështetur me financa, transferuan 3 lojtarët e Skënderbeut kanë vajtur në Pogradec. Nuk kanë të gjitha një pjesë. Baza e ekipit më të thuhet. Po more bazën, ne kishim shumë të mirë bazën shqiptare, me një mix me 2-3 të huaja edhe ja ku arrit. Ildi, një moment historik ky, por para se të më flasësh për historinë, le ta respektojmë Paula Gjatën. Paula, mirë mbrëma. Paula, mirë mbrëma, më dëgjon? Mirë mbrëma, po nuk dëgjojeni mirë, nuk ju dëgjoj. Regjia pak të lutem. Paula, natyrisht një fitore, a më dëgjon tani? Kemi mundësi të komunikojmë? Regjia, edhe një herë të lutem. Të rilidhemi përsëri me Paulën për të diskutuar.
Besoj se emri këtyre vajzave do t'jeti i gdhendur në atë plakadën e artit të volejbollit pogradecar, duke ju shtuar natyrisht edhe atyre emrave të mëparshëm. Sepse të bëm përshtypje, nuk është se gjithçka vjen nga ajo që mund të themi janë hedhur lek tani dhe është bërë ekipi. Kanë investuar edhe Dinamo edhe Jo, ka traditë Pogradeci, domethënë pavarësisht qytet i vogël, por tek volejbolli ka traditë. Ka fituar Pogradeci ndonjëherë më përpara? Jo, është edhe fakt. Po kush ka traditë Romi tani? Tradit që ka prodhuar emra sa di unë ka qenë basketbolli më... Prandaj po them, po dhe pavarësisht sa nuk ka as edhe një trofe, nuk quhet ekip me traditë. Nuk mund të pretendosh që qyteti i vogël si Pogradeci ka traditë volejbolli, kur kishte shumë qytete të mëdha në Shqipëri Petrika që s'kishin ekipe, Pogradeci kishte ekip volejbolli. E diti që po s'është kjo tradita Romi, tradita fitore, traditë. Po tash është fitore, ka shumë qytete të mëdha që s'kan ekipe mo. Normal, Romi, Petrika e ka lafin këtu, tradit mund të thuash Krutja. Krutja, Minatori. Që kanë egzistuar që s'ekzistojnë. Që kanë egzistuar. Jo, mos ga bëj Minatori që kur egziston. Egziston, po është kategoritë. Kanë fituar këto ekipe? Jo, titul kampionat ka fiton dhe vetë Dinamo. Traktori ka fituar. Traktori ka fituar, titul kampionat, ato janë ekipe me traditë. Unë këtu u qëndroj. Okej, le të kalojmë tek realiteti pasi kam Paulën në këto momente. Paulo, edhe një herë të përshëndes. Përshëndetje. Si ndihesh tani që natyrisht keni marrë një trofe, por do ta filloj tek ajo personalja e jotja, lojtarja më e mirë e aktivitetit. Po, ndihem shumë e lumtur për këtë çmim, edhe mbi të gjitha ndihem e lumtur për ekipin tim që e sollëm këtë trofe në shtëpi dhe pastaj për çmimin personal, që tregon punën e palodhur që kam bërë deri tani. Një punë që natyrisht ka nisur që nga sezoni i kaluar dhe duket se Pogradeci tani po bën diktatin. Po normale, edhe gjysmë sezonin e kaluar kur kalova tek Pogradeci, arritëm të krijonim një ekip mjaft simpatik, i cili konkuroi denjësisht deri në fund, po si vjet duket më shumë puna pasi ekipi është i krijuar që në fillim të sezonit. Paula, po të shikojmë deri tani, po dal pak nga konteksti i fitimit të titullit, i marrjes së kupës, duket se ky sezon është disimi i vështirë për gjitha ekipet pasi janë shumë ekipe që janë në garë. Po janë disa ekipe që janë në garë, po mund të them që dy pretendentët kryesor deri tani është Tirana edhe Pogradeci. Por edhe Skënderbeu ka krijuar një ekip mjaft simpatik, i cili po lufton edhe ka shumë ngritje të nivelit nga fillimi e deri tani. Jo, natyrisht, e prisja këtë, sepse është një dashuri e vjetër Skënderbeu për ju. Normale. Kështu që nuk mundet do të harrosh ekipin e Skënderbeut, por edhe Skënderbeu me ato pretendime duket, Paula, ndihesh vështirë kështu kur luan atje kundër Skënderbeut, pasi dhe rezultatet nuk janë shumë me diferenca të mëdha. Po normale, është një emocion kur luaj kundër ekipit të Skënderbeut, pasi unë shpenzova 6 sezona aty edhe ishte pikërisht prandaj ta thash. Ekipi, po normale, është një emocion më vetë. Paula, ku ndryshon ky Pogradec nga gjitha ekipet e tjera? Pra, cila është ajo forca më shumë? Mendoj se kemi kualitet shumë të mirë të lojtareve shqiptare, ndërthurur me lojtare të huaja, po një gjë që mund ta veçoj është se kemi një frym shumë të mirë ekipi. Merremi shumë mirë vesh me njëra tjetrën edhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë si ekip. Paula, si është puna e palodhur normal. Natyrisht. Si është pritur kjo kupë në Pogradec? Shumë mirë, kjo është një kupë historike për qytetin tim, pasi është trofeju i parë që neve fitojmë si ekip, edhe të gjithë janë shumë të lumtur, njerëzit kanë treguar gëzimin e tyre dhe mbështetjen deri në këtë rrugtim për këtë kupë, edhe të gjithë jemi shumë të lumtur. Sa e vështirë ka qenë të fitonjë këtë trofe? Shumë e vështirë, pasi sidomos në finale me ekipin e Fairvollit neve u ndeshëm më parë në Kupën Pavarësia, të cilën neve humbëm 3-1 në Kosovë dhe kjo ishte një fitore shumë e rëndësishme për neve, pasi treguan forcën që nuk kishte rëndësi sepse humbëm finalen e parë, ne sërish u kthyem edhe arritëm ta fitonim. Tani si duket gara për kampionat? Pra ju ka shërbyer pak, domethënë në një farmase të fitosh një trofe, do thotë që të jesh edhe pak emocionalisht më lart, më besuese tek vetja. Ndihet kjo tek Pogradeci? Po normale, përveç se fitoria e trofeut është shumë e rëndësishme për moralin e ekipit, pasi ne në të gjitha ndeshjet që do hyjmë tani kemi një tjetër mentalitet, kemi më shumë besim te vetja dhe ç'a ekipi mund t'i jap. Dhe normale kjo është një fitim i kupës, është një plus shumë i madh për ne. Tani, jini në garë në kampionat, natyrisht ju luftoni për vendin e parë. Në ndeshjet e ngelura, kë shikoni si ndeshje më të vështirë? Besoj se ndeshja më emocionuese do jetë ajo me Tiranën, është ndeshja e parafundit, mos gaboj. Po.
Fillimisht kemi Vllaznin, Dinamo dhe më pas Tiranën dhe Partizanin. Mund të them se ndeshja me Tiranën do jetë më rivalizuese nga këto të gjitha. Paula, duket se çështja mbitorët është pikërisht fitimi i titullit kampion, që do t'i silli edhe diçka më shumë Pogradecit. Më thuaj me përqindje, sa e bindur je që Pogradeci del kampion? Unë jam shumë e bindur se si vjet Pogradeci del kampion. Shumë e bindur. Mund t'ja drejtosh pyetje Paulus, sepse është shumë e hapur Paula me atë pozicion e ëmbël që ka ta pranon. Po brendon. Mirëmbrëma Paula, urime për trofeun. Doja të pyes për pjesën e objektivit triplet, se keni dhe finalen e kupës, kështu që mund të arrini atë që arriti tek Skënderbeu, mund të arrijë dhe Pogradeci këtë vit. Po normale, ekipi është i ndërtuar si vjet për të marrë të gjitha trofejt, edhe unë kam shumë besim se edhe Kupën e Republikës, këtë javë që do ta luajmë në Tiranë, do ta sjellim sërish në Pogradec. Shumë mirë. Edhe ne atë urë. Petrika, kishe diçka? Jo, s'kisha diçka, po shpresojmë që ta fitojmë për po mos i Skënderbeu që do fitoj kampionatin, le ta fitoj Pogradeci. Le të ngelen trofet brenda Juglindjes, se ajo është. Do na përqendrim të gjithëve. Paula, keni detyrim të dy fishte, të ktheni tillë kampion në Juglindje edhe për Korçën, edhe për Pogradecin. Romi. Po, Hektor Kaplani ka diçka Paula. Paula, suksese. Faleminderit. Po të gjëja me vëmendje. Mbasi të lësh sportin dhe kjo gjë të jetë karrierë sa më e gjatë. Po çfarë po thua më këtë? Një sekond. Çfarë ke menduar të bësh? Këtë nuk e kam menduar fare. Pyetje vështirë. Po pse po ta bëj këtë pyetje? Do mundohem që të luaj di pse po ta bëj këtë pyetje. Po mbas sportin, me thënë të drejtë, nuk kam menduar asgjë tjetër. Të jap një këshill. Po, mund të më japësh. Mund të bësh, domethënë në televizion, një folse në radio ose në televizion, sepse për mendimin tim, nuk e di këtu ka ekspert, ke një dikson fantastik për televizion dhe për radio. Po pse prezencën se ka? Vetëm për tonin. I ka të gjitha Paula. Paula, të falenderoj shumë, kuptoj, do bëjmë edhe pak shaka, sepse në fund të fundit jemi miq të mirë. Faleminderit Paula Gjata, faleminderit për ftesën. Edhe suksese personale sa më të shumta të kesh. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Kishim Paula Gjata, kapitenin e ekipit të Pogradecit, pikërisht për të diskutuar. Por ne do të kalojmë përsëri, do të qëndrojmë përsëri tek lojnat, ose regjia. Po, tek lojnat, atje ku kemi përballjen e Skënderbeut me Partizanin. Një fitore e Partizanit ishte finalja e Ligës Gjergj Kastrioti dhe ajo. Të lutem regjia, mund të kalojmë pak tek kronika. Fundjava ishte mbushur me emocione, garë, adrenalin dhe spektakël. Në volebollin e meshkujve, diela e 1 marsit luajti në sallën sportive në Fark finalet e Ligës Gjergj Kastrioti në edicionin e saj të 5, sfidën mes Partizanit dhe Skënderbeut tek meshkujt. Të kuqt e Ylli Tomori triumfuan në shifra 3-0 në një ndeshje të rivalizuar ndaj korçarëve të Arben Priftit. Me diferenca të ngushta, Partizani doli të marrë sërish këtë trofe, ku si për ironi të fatit ishte e njëjta finale si në edicionin e shkuar, por mbyllur në shifra 3-1. 25-21 seti i parë dhe 48 e tjera mbyllën shifrat 25-22, i dhanë triumfin Partizanit, teksa lojtari më i mirë u shpall Leonard Doda. Pas ndeshjes për mikrofonin e RTS, foli trajneri i Skënderbeut Arben Prifti, i cili tregoi më shumë për ekipin e tij. Ishim përgatitur që të luftonim dhe të fitonim. Po qaluam disa në blok, këto që i ka dhe volebollin, mbrojtje, pak më shumë ishte mi fort, po përsëri më vjen keq që e lamë dhe këtë finale. Nga ana tjetër, foli mbi fitoren e Partizanit trajneri të kuqve Ylli Tomori. Ne jemi në ato ritme që kemi qenë, nuk kemi lëshu asgjë, pavarësisht lojtarëve të huaj, po të shikosh që në grupin e lojtarëve shqiptar e kemi shumë të mirë. Dhe natyrisht edhe ajo është një pjesë e suksesit dhe them që të rritet volebolli shqiptar është gjë më mirë, sepse edhe ata të huaj që vjen janë në funksion të volebollit shqiptar, të rritjes së brezave shqiptare. E pra kjo ishte kronika, natyrisht këta ishte dhe trajnerët të cilët folën pas sa ndeshje, por duket sikur Skënderbeu këtore ka disi të vështirë ndaj këtij Partizani, sepse dhe sezonin e kaluar kanë qenë dy ekipet që kanë rivalizuar për vendin e parë dhe vendin e dytë. Megjithatë, do thosha për ekipin e Skënderbeut, kjo është
një prej arritjeve më të mëdha, pasi kujtoj që ka dalë nën kampion sezonin e kaluar, kishim shumë vite që Skënderbeu s'kishte dalë kampion, del tani në një finale dhe natyrisht do të jetë atje edhe për edicionin në vazhdim për të luftuar për titullin kampion. Komplimente në radhë të parë trajnerit, mikut dhe kolegut ton Arben Prifti. Bravo i qoftë për pasionin, për korrektësinë, për impenjimin, sepse sa vjetë kam unë në Korçë, shikoj Beni gjithmonë atje në Pallat Sportit, natën, ditën, dimër, bear, profesionist i jashtëzakonshëm, i prokupuar. Rezultatet pasaj varen nga faktorë të tjerë. Kajsa ka arritur, qoftë në kampion në këta aktivitet që është bërë, apo në kampion në kampionat vjetë, për mua është maksimumi. Shpresoj që vitin tjetër të jetë kampion i Shqipërisë. Bredon, ti si e vështirë ndaj këtij Partizani, një ekip që natyrisht kishte një stol të jashtëzakonshëm dhe ylli Tomori nuk dinte se këtë futen në lojë. Jo, e vërtet, Partizani në volejboll për meshkuj vitet e fundit është skuadër absolute në volejbollin shqiptar. Nuk ka pasur, nuk besoj që Skënderbeu është skuadër, le të themi, më pak e investuar, pasi ka dhe Skënderbeu element tuaj cilësor që ka afruar 2 vitet e fundit në skuadër, por nuk arrinë do të bëjnë atë diferencën si grup me Partizani, pasi Partizani tham atë që bënte dikur, le të themi, Skënderbeu mbledh edhe pjesën e volejbollistëve talentuar shqiptar më të mirë vendas, dhe këta tuaj që i merr ndoshta të një cilësie pak më të lartë se të Skënderbeut në mënyrë që të arrijë të bëjë atë diferencën. Dhe kur nuk e arrin Skënderbeu, këto skuadrat e tjera pastaj që janë më pak të investuara se këto të dyja, pas që diskutohet që mund të kenë ndonjë shans të marrë ndonjë trofe Partizani në volejbollin e meshkujve. Skënderbeu për mendimin tim, trajneri Prifti i ka marrë maksimumin këto 2 vite, nën kampion, finale të kupës, finale edhe të ligës Gjergj Kastrioti në këtë rast ku marrin pjesë dhe ekipet e Kosovës. Kështu që më shumë se kaq vetëm trofet do ishin, po me këtë Partizan për momentin nëse nuk bën vetë Partizanin, nëse nuk ka ndonjë dëmtim apo vendos që të ulë buxhetin për sezonin e ardhshëm dhe të ketë largime nga grupi, e shikoj që do vazhdoj të dominoj për fat keq të Skënderbeut në pjesën e trofeve. Okej, në këto momente kam në linjë të drejt për drejt Gjergj Vyshkën. Gjergj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma dhe të ftuarve që keni në studio RTS Korçë. Besoj na keni ikur deri në këto moment apo ja? Sigurisht që ndoqja dhe kronikën që ka bërë kolegja jonë Ida Zavalani në RTS Sport. Unë të thash edhe para dite para se të fillonte emisioni. E pash vërtet të keq ardhur trajnerin e Skënderbeut Arben Prifti, që në dalje nga salla sportive në Fark në një bisedë kështu konfidenciale me mua, ndihesh i keq ardhur që mbeta përsëri i dyti. Sigurisht që po edhe i dyti mirë është, po Vyshkë, nuk është keq. Nese, tash ti Oreksi vjen duke u ngrënë. Vyshkë, duke dikur këtë ndeshje ke parë. Po. Problemi është këtu. Po. Unë vërtet e shoh Skënderbeun të përforcuar me të huaj. Dhe si organizatori Albaros apo edhe Sanaj dhe Koks mendoj që ishin në maksimumin e tyre. Ndoshta i duhet shumë kohë Skënderbeut të bëjë grupin dhe të koordinojë më mirë me pjesën tjetër të lojtarëve shqiptarë. Kam fjalën për Musakën, kapitenin Sotir, Drizën dhe Libron Lumani. Nëse ato bën grup dhe Skënderbeu rikthehet tek tradita vet, të luajë me pasër e shkurtër siç e ka patur historikisht në pozicionin numër 3, atëherë do të jetë ai Skënderbeu që do të thyej Partizanin. I duhet shumë kohë edhe trajnerit Prifti të rikthejë traditën dhe ta bëjë më grup skuadër. Të dhënat i ka shumë të mira, sepse të humbasë setet me 3 apo 4 pikë diferencë me Partizanin, nuk është gjë e vogël. Këtu ishte pyetja ime, domethënë pasi diferenca ishte shumë e vogël, por gjithsesi Skënderbeu për mua Romi nuk ka luksin të humbas pikë me shërbime apo të humbas sulme. Dhe domethënë ka shumë për të korrigjuar dhe për të bërë si Partizani. Ndërkohë, Vyshkë, kalojmë pak te kampionati, sepse duket se do të jetë Partizani, Skënderbeu apo Vllaznia apo Tirana ekipet që do të konkurrojnë për titullin kampion këtë sezon. Para se të vim te kampionati, në fundjavën tjetër kemi finalet e Kupës së Shqipërisë po në Fark. Partizani Tirana në volejboll për meshkuj dhe Pogradeci Tirana në volejboll për femra. Jo, Paolo Gjata më tha në lidhje që do ta fitojmë dhe këtë trofe. Paktën kështu më tha, Pogradeci. Mundet, prova e parë që është bërë në Kupën Federatës Shqiptare të volejbollit në finalen e regjisтрatorit, ka dërguar Tiranën fituese 3-1 në Fark. Tjetër histori më thot Brendoni. Koha ndryshon, kemi tjera gjatë.
Dakor që është tjetër histori, por duhet kuptojmë një gjë, se po kalojmë tek Pogradeci. Pogradeci e ka kohën e përgatitjes më të shkurtër se sa Tirana, sepse vetëm dje ka luajtur finalen e Kupës Ligës Gjergj Kasioti me Fervolen 3-1 dhe koha e rehabilitimit dhe koha e përgatitjes është shumë më shkurtër se sa Tirana. Vishke, po ti nuk e di, Pogradeci ka marrë 2 lojtare tani, e i ka atje në stol dhe do t'i shikosh surprizë me Tiranën. Ka bërë përforcime dhe tjera. Ndoshta. Edhe Pogradeci në vetvete me atë që pash, domethënë unë e nisi trajneri Besnik Lisha me organizatorin Olivera da Silva dhe pasaj e ktheu me Bayraktarevićin, me të cilën fitoi 3 sete, dhe nuk e kuptoj pse nuk do të filloj me qenë në setin e parë me Bayraktarevićin. Ja do të dëgjoj Lishaj dhe do ta ketë kundër Tiranës këtë që ju thatë në këto momente. Ndërkohë për të kthyer pak tek kampionati, apo ekipet tani duke sigur janë zgjidhur gjërat dhe janë përcaktuar 4 ekipe që të luftojnë Vishka? Mundet të jetë edhe kështu, duhet kuptojmë që kemi Partizani dhe Skënderbeu kanë edhe një ndeshje për të gruperuar për shkak të mbylljes së rrugës që nuk erdhi Skënderbeu dhe e kanë shpërthyer ndeshje. Megjithatë, aty do rrotullohet Partizani, Skënderbeu, Tirana dhe Vllaznia besoj në katërshe. Vishk, të falenderoj për këtë analizë që i bëre. Dhe nuk i ngelëm, nuk i heqja si presja ati titulli që të dhash në mëngjes, Juglindja në Delirë dhe me fitoret e Skënderbeu dhe Pogradesit në futboll. Jo, është lajm i mirë se nape dhe rruga nesër në orën 12 fillon qarkullimi. Ja që erdhët pranë Tiranës përsëri. Po jo, mund të vish dhe ti ndonjëherë këthe pranë Korçës. Po na kaloi Pogradeci në finale për titull kampion pse jo. Falenderoj Vishkës, falenderoj shumë për opinioni që dhe, për analizën që bëre, natyrisht do të diskutojmë më gjërësish pasi dhe koha më ka ikur pak dhe ju janë borç këtyre ekipeve të kategorisë së dytë. Po do të pyes për Gramozin, po do të pyes herë tjetër. Faleminderit Gjergj Vishka, faleminderit për opinionin që më dhe. Na Demir kishim pra Gjergj Vishkën në lidhje të drejtë për drejtë. Kalojmë shpejt i tek futbolli dhe për ju po e filloj pak me Maliqin. Një Maliq që kanë dalur dhe Orikumi dhe me 10 futbollistë ka mundur ta bëjë një gjë të tillë. Edhe me 11 metrash kundër. Dhe me 11 metrash kundër. Maliqi duket se në këtë javë ka kapur atë formën maksimale për sa i përket qoftë gjendjes, por edhe rezultatet, pasi vinte pas 2 triumfesh radhazi me Shkumbini dhe Partizani, ndërkohë që arriti të realizonte një tjetër paraqitje dinjitoze ndaj Orikumit, edhe pse prej minutës së 31 kapiteni Moçollari u dëshkua me karton të kuq dhe pavarësisht me një lojtar më pak në fushë, ekipi arriti ta përballonte me mjaft dinjitet Orikumin e vendit të parë dhe thuaj se nuk ishte fare diferenca për sa i përket këtyre dy ekipeve. Këtë Maliq e shikojmë atje për në fazën e play-offit, tani bides plotësisht. Besoj se në qoftë se vazhdohet me këtë ritëm, atëherë ka potencialin për të qenë në atë peshen e skuadrave që do të luftojnë në play-off, madje unë jam i mendimit që në qoftë se ruhet ky grup dhe ka 2-3 përforcime në sezonin e ardhshëm, atëherë Maliqi t'i linte drejta që t'hyjnë edhe për objektiva madhore në sezonin e ardhshëm. Ektor, një ekip tjetër që ka ndalur, një ekip pretendent është edhe Devolli. 1-1 në këtë ndeshje, të përqendrohemi pak shpejt te kjo ndeshje dhe më pas le diskutojmë atë që ne diskutuam edhe para fillimit të emisionit, që ka të bëjë me atë që unë e kam quajtur, nuk e di, skandali Bylisit në Devolla, diçka tjetër, nuk e di do më pranoni apo jo këtë lla, por gjithsesi qëndrojmë pak tek kjo ndeshje. 1-1 të paktën në fushë. Një rezultat për mua do të thosha shumë pozitive, ti pse, sepse ti umbet me Partizanin me atë rezultat aq të thellë brenda. Ti shkon dhe umbet në Orikum. Do me thënë, ndrimi i trajnerit, largimi i trajnerit, nuk ishte gjë e vogël që ekipi të gjejë ekuilibra. Me atë që unë pash, kishte 2 tablo, një pjesë e parë e ekuilibruar, pozitive për Devollin, në një mënyrë ndryshe të shprehurit në fushë nga mënyra e rreshtimit, nga mënyra se si do të luanin, një ekip i cili në shumicën e rasteve e priste... Ja dhe pamit nga kjo ndeshje, po, Ektor, mund të vazhdosh? E priste ekipin e... Kjo është 11 metrësh i humbur, nga ana e ekipit të Bylisit. Një lojtari Superligës të gjuaj penaltin atë farsoj... Si përte, lojtari Superligës? Aji. Po është Bylisi vem, Ektor, mos më ngatro. Letin bëja, mund tjetë dhe cëja. Nuk është Bylisja? Kështu që ekuilibrat u ruajtën shumë mirë,
Devolli luante është momenti i golit. Me një blok të mesëm mos gaboj dhe mundohesh që nëpërmjet kundërsulmeve ta kapte ekipin kundërshtar në befasi, ndërsa pjesa e dytë unë mendova që ishte një strategji e zgjedhur drejt, por jo aq shumë në thellësi. Ne kemi bërë të bisedë edhe të dy bashk, nuk ishte pse ekipi të ishte aq shumë mbrapa me një blok aq të ulët, duhet të ishte diçka më lart, kishte pak më tepër besim, por diferencat ishin shumë të mëdha edhe në kualitete që ishin në fushë. Shiko, ajo që ka ngjallur diskutim dhe të paktën nga informacioni që kemi është një, si të thuash, një reklamim që ka bërë ekipi i Devollit pikërisht për aktivizimin e futbollistëve të ekipit të Bylisit, të cilët natyrisht sipas rregullores nuk duhet të luanin në këtë ndeshje. Viktor, mund të më japësh një informacion më të zgjeruar? Apo ta them unë? Atëherë, po vazhdo. Më mirë sepse ky është roli i gazetarit në këtë drejtim. Atëherë, ekipi edhe për panelin, ekipi i Bylisit ka aktivizuar në të ndeshje disa futbollistë të cilët kishin luajtur ditën e shtunë në përballjen me ekipin e Elbasanit. Pra në Elbasan ishin aktivizuar. Dhe sipas rregullores, këta futbollistë duhet të kalonte 24 orë, pra brenda 24 orëve ata nuk mund të luanin ndeshje tjetër. Atëherë qëndrojmë këtu brenda. Janë aktivizuar. Është thyer rregulloria pikërisht në këtë moment. Pra, futbollistë që kanë luajtur në orën 14:30 minuta në Elbasan, 16:30 fal, dhe në orën 13 vinë dhe luajnë në Korçë. Për të llogaritur ajo llogaritet edhe nga koha e mbarimit të ndeshjes, që 16:30 fillojnë në Elbasan, mbarojnë në orën 19 të darkës, po që ideja është normalisht që për thyrje të rregullores për këtë rast, po dhe për një argument tjetër që është pjesa e aktivizimit të lojtarëve që kanë tejkaluar numrin që lejohet nga skuadra A tek skuadra B në bazë të rregullores Federatës Shqiptare të Futbollit. Normalisht Devolli ka të gjithë të drejtën për të qenë saktë dhe për të informuar edhe publikun, nuk lejohen më shumë se 2 futbollistë të luajnë 10 ndeshje. Nëse kalojnë këto 10 ndeshje, 2 lejohet të luajnë sa të duan. 10 ndeshje me ekipin e superiores. Me Superligës, po, me ekipin A, se mund të jetë në kategorisë parë ekipi A, me ekipin A. Përfaqe mund të thuash cilët ishin 4 futbollistët që janë aktivizuar. Po, janë 4 futbollistë të cilët e kanë nisur titullar. Për qenë korrekt, po lexojmë edhe emrat, është Martin De Souza Wallison, i cili numëron 22 ndeshjen superiore, 2 gola të shënuar. Sanogo Ahmed Kader, 15 ndeshje në superiore, 1 gol i shënuar. Abdullahi Rabiu, 20 ndeshje në superiore, dhe Kein Osman Maruf, 15 ndeshje në superiore. Dhe 4 futbollistë u aktivizuan titullar me ekipin e Bylisit bën në përballjen e ditës së diel nga Devolli. Që këtu Petrika? Që këtu është një skandal që së pari për një klub të superiorët. E disi është ideja më, që Devolli do hyjë në grupin e ekipeve që do marrin fitoren e parë për këtë vit, por jo në fushë, po jashtë saj. Si po të bësh kështu ti ç'është si. Jo, më për këtë unë të thash Jo, kjo është diçka që nuk është e tolerueshme. Ne e kemi cituar problemin e ekipeve B që në fillim dhe ja ku dalin edhe këto pjesë të tjera të këtyre problematika të tjera të këtyre ekipeve B. Kështu që Devolli me plot merit do ta marr fitoren në tavolinë, sepse janë shkelur 2 pika dhe jo 1. Mirë, po ma vjen keq që Devolli fitoren e parë po e merr në tavolinë dhe jo në fushë. Besoj se kjo do t'jetë në të mirë edhe të garës në vazhdim, pasi do penalizoshin dhe ekipet e tjera. Duhet të ndromi që nuk është vetëm Devolli që marrë fund njëre mirë, qoftë Devolli por e Partizani. Sepse ka dhe Delvina në ndeshjen me Partizanin B, që ajo është pak më e vështirë, nuk besoj që Delvina do e marrë atë fitoren në tavolinë, pasi Partizani B ka fituar 0-2, ka qenë një moment që është ndërprer ndeshja në Delvin për 10 minuta për shkak të incidenteve. Dhe trajneri i Partizanit B Luga, i cili ka qenë i pezulluar pas ndeshjes me Maliqin 2 ndeshje nga ana e Komisionit të Disiplinës, ka hyrë në fushë. Ai pretendon në intervistën që dha pas ndeshjes që hyra për të qetësuar lojtarët e mi dhe Omporia në vendi ku më kishte taktuar delegati. Megjithatë, atë mund ta shpëtoj fakti që ka hyrë kur ndeshja ka qenë e ndërprerë për të qetësuar lojtarët, nuk është se ka qenë gjatë. Dhe është më e vështirë që Komisioni i Disiplinës të jap 3 pikë Delvinës. Po nëse jep 3 pikë Devollit, natyrisht ndryshon edhe renditja e Devollit hyn totalisht me këtë 3 pikësh nga Komisioni i Disiplinës në garë për vendin e 5 bashkë me Maliq. Nuk po qëndroj tek ajo, po qëndroj pikërisht te fenomen. Mungesë profesionalizmi do thoya unë nga ana e Bylisit. Bylisit si klub. Se bëhet fjalë për një klub superiore, ta bëj këlqyra deri diku, hajde mo, po e pranojmë, po që një klub. 2 ekipe shumë lojtar të huaj, u bën një lëmsh ngatruan emrat. Edhe kështu përfundoi e gjitha. Jo, gjithçka i kanë në rregull, ata me emra me gjitha i kanë në rregull. I gatruan tash. Në vitin 2026 ku gjithçka është në sistem, është e papranueshme.
këtu komenti im është ky. Ky yç që është hapur, nuk është hapur nga zgjuarësia e tjerëve. Kjo është një aftësi e dikujt që e studioj, që e di rregulloren. Mungesa e drejtorëve sportiv të mirëfillt i Ildi bën që të ndodhin të tilla probleme, sepse është shumë specifik si rast, duhet që dhe ti dish numrin e ndeshjeve, ti ndjekësh apasapi. Po kjo do shërbej si një kazus për ndeshjet e tjera tani në vazhdim, sepse këta deri më dje nuk e di, ju si gazetar mund t'i investikoni, këta mund t'ken luetur dhe ndeshjet tjera ku është thyer kjo rregullore. Bëm një investigim para se të futeshim në studio, dhe me këtë numër nuk rezultonte, qoftë në ndeshje ndaj Tomorit, por edhe ndaj Igës, do më thënë e kishin ruajtur këtë pjesën e rregulloreve, pasi lejohen, duhet ta themi, lejohen deri në 2 lojtarë. Ju me fakt nga këta 5, 2 janë të lirë të luajnë pa kufi, ndërsa 3 të tjerët, ata kanë futur 4. Kjo shërben kazus për vazhdueshmërinë e kampionatit C. Ishin okay. Ata nuk mund të luajnë dot ndeshjet e tjera tash, sepse e dëgjojnë kundërshtarët e tjerë. Po pra normale. Jo, është zbatim rregullor, s'ka. Zbatim rregullor, le ta dëgjojnë, le të vazhdojnë ne, prandaj po e themi, për të mos ndodhur fenomenin, ne i shërbejmë të gjitha ekipeve këtu në këtë rast për të mos ndodhur këto fenomene. Gara është e barabartë për gjithë. Ndeshja e ardhshme me Maliqin, pasi Bylisit radhës e ka me Maliqin në bazë. Po, 2 lojtarë mundet t'i aktivizoj. Domethënë për të vazhduar këtë, por të presim dhe natyrisht u besoj shumë tek komisioni i disiplinës, tek komisioni i etikës, pastaj nëse do të shkonte kundërta, do të ishte. Por tani ka një gjë të mirë, sepse të gjitha mund t'i marrësh nga sistemi se cilët janë lojtarët që janë aktivizuar. Se ndodhin këto fenomene në vite më përpara. Po ishin fletët dhe lojtarë me identitetet të ndryshme kështu dhe nuk merret vetë. Shkrimtore ishte bërë një gabim të tillë, po ta mbani mend kundër Skënderbeut. Po, me Skënderbeun dhe u dëshkua, humbi 3 pikët, kështu që natyrisht të paktën sipas rregullores, jo vetëm është heqja e 3 pikëve, por edhe një gjobë financiare, por megjithatë në fund të fundit nuk duhet të bien ditën e njëjtë besoj do të kemi një vendim dhe ne do të diskutojmë përsëri ditën e anë, por të paktën zakonisht mblidhet komisioni. Po. Atëherë miq, kemi arritur kështu tek minutat e fundit e emisionit Regjia më përshën që ka erdhur hora e programacionit të lajmeve, e natyrisht ne do ta respektojmë. Unë falenderoj miqtë që kisha në studio për bisedën që zhvilluam së bashku, ishte kënaqësi që ju kishim në këtë emision. Ju ftoj të gjithëve t'ju themi një natë e mirë të gjithë shikuesve tanë, të cilët na kanë ndjekur deri në këto momente. Miq, ju falenderoj të gjithëve që ishin ndruar me ne. Natyrisht falenderoj kameramanët, teknikët në pultin e transmetimit. Nga unë Roman Zinxhifi, natë e mirë të gjithëve dhe miru takofshim përsëri së bashku të anën e ardhshme në orën 20:30.